22 janar, 31 mars është afati i plotësimit të deklaratës individuale mbi të ardhurat vjetore. Ligji i ri për tatimin mbi të ardhurat parashikon hyrjen në fuqi nga viti 2026 të zbritjes së shpenzimeve prej 48.000 lek në vit për çdo fëmijë në ngarkim për individet me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek në vit dhe zbritje shpenzimesh për arsimimin e fëmijëve me vlerë 100.000 lek. Nga kjo deklarat, nga shuma totale e saj, zbritet një masë në masën prej 48.000 lekësh për çdo fëmijë në ngarkim. Gjithashtu, ky deklarim përjashton apo njeh dhe ato shpenzime që janë shpenzime shkollore deri në masën 100.000 lekë. Që të njihen këto shpenzime, duhet të jenë të dokumentuara. Shpenzimet për shembull për blerjen e librave, për tarifën e shkollës, apo shpenzime për blerje uniforme, për pagimin e kurseve të gjuhët huaj të tjerë të jenë të dokumentuara. Diva është e detyrueshme për të gjithë individët që e gjejnë veten tek kategoritë më poshtme. Duhet të ketë të ardhura vjetore bruto mbi 1.2 milion lek, duhet që të ketë të paktën një periudhë, qoftë një muaj apo 2 muaj, të jetë i dy punësuar, pra të ketë 2 punëdhënës, dhe e treta të gjithë ata individë të cilët kanë të ardhura vjetore deri në 500.000 lek, por të cilat nuk janë të tatuar në burim, siç janë për shembull të ardhurat nga Airbnb, nga Booking apo nga YouTube. Individi mund të paraqesë deklaratë korrigjuese brenda afateve ligjore nëse konstatohet ndonjë pasaktësi në të dhënat e deklaruara.